Një koment lidhur me ngjarjet e ditës së sotme, edhe më tej, po ta nisim nga sot dhe e nisim nga përplasja që pati në parlament në lidhje me kredin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për çështje të mbrojtjes. Edhe Partia Demokratike pranoi që ishte dakord me këtë marrëveshje, por nuk pranoi mënyrën se si u bë kjo, e quajti antikushtetuese dhe refuzoi të shkonte në seancën plenare. Pse duhet të shkonim deri në këtë pikë kur gjithë shprehen parimisht dakord, po pastaj bëhen veprime të tilla pa ndonjë shpjegim të qartë? Është mania e mazhorancës formale në parlament për të provokuar, për të shkelur kushtetutën, për të treguar që është mbi ligjet, mbi kushtetutën e vendit. Dhe kjo është e përsëritur, nuk është se është e reparë. Me të drejtë ju bëni pyetjen siç e bën çdo qytetar shqiptar se kur të gjithë janë dakord për diçka, pse do duhet shkelur rregullorja e parlamentit, do duhet shkelur kushtetuta. Dhe ky është thelbi i të gjithë çka ka ndodhur në këto 10 vite. Përveç se është një qeveri dhe një shumicë në parlament, pavarësisht emrave që ikin dhe vinë, që ja vështirëson jetën qytetarit, ja pamundson jetesën në vendin e vet, është edhe një shumicë formale dhe një qeveri që do ta tregojë shkeljen, mungesën e respektit për kushtetutën, për rregullat me cilat do duhet të qeverisej një vend dhe do duhet të qeverisej bashkëtesa në një vend. Ndaj ata e bëjnë në mënyrë të përsëritur këtë. Për shembull, rendi ditës sipas rregullores njoftohet jo më vonë se 2 ditë përpara seancës. Ndërkohë rendi ditës u njoftua sot për seancën e pasdites. Deputetët nuk u njohën me tekstin e marrëveshjes. Deputetët nuk u lejuan që të flisnin për këtë marrëveshje. Çdo gjë bëhet me sekret të plot. Çdo gjë bëhet me dhunë, me arrogancë. Dhe kjo nuk është se është një dhunë dhe një arrogancë ndaj deputetëve të opozitës. Kjo është një dhunë dhe një arrogancë ndaj atyre që përfaqësojnë këta deputetë të opozitës, që është sovrani, që është populli, që janë njerëzit, ata që kanë votuar lirisht vitin e kaluar dhe kanë shprehur vullnetin e tyre lirisht. Ata 500.000, 600.000 që kanë arritur ta shprehin lirisht, sepse qindra mira të tjerë nuk kanë arritur dot ta bëjnë një gjë të tillë për shumë arsye që ne i kemi diskutuar së bashku. Dhe kjo është ajo që bëhet në mënyrë të përsëritur dhe Partia Demokratike, opozita, është e vendosur që mos të lejojë shkeljen e kushtetutës, shkeljen e ligjit dhe shkeljen e rregullores në Parlamentin e Republikës së Shqipërisë. Kështu mendoni që do të vazhdoj gjithmonë kjo çështje, si ju thoni që është në mënyrë të vazhdueshme dhe ne kemi parë gjithmonë këtë, po në këtë rast edhe për çështje që kanë të bëjnë me këtë marrëdhënien me Shtetet Bashkuara të Amerikës, kryeministri thotë është konfidenciale me partnerin strategjik. E di vetëm kryeministri dhe partneri strategjik për mbajtjen? Unë ju garantoj, zoti Paruca, që në Shtetet e Bashkuara të Amerikës qoftë senati, qoftë dhoma e përfaqësuesve veprojnë ose përpiqen në rastin me aq sa munden që të veprojnë në interes të qytetarëve të Shtetet Bashkuara të Amerikës. Dhe asnjë nga qytetarët e Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk do toleronte që të shkelej kushtetuta e vendit që ata e kanë të shenjtë, apo qoftë dhe rregullat e parlamentit apo rregullat që qeverisin bashkëtesën normale në një shoqëri apo në një vend. Ndaj i njëjta gjë vlen në Shqipëri, shqiptarët nuk janë qytetarë të dorës së dytë apo të tretë, që tjetër gjë të bëhet në shtete të tjera, të civilizuara, tjetër gjë të bëhet në Shqipëri. Dy rrugë janë, ose do ulim kurizin të gjithë dhe do lejojmë që këta pushtues të Shqipërisë në këto 10 vite të na hipin sipër dhe të bëjnë ç'të duan, ose do qëndrojmë. Partia Demokratike, demokratët kanë qëndruar në këto 13 vite, e kanë treguar shpeshherë, e kanë treguar me protesta, e kanë treguar me betejë në parlament, në komisione dhe kudo ku ka qenë nevoja. Qytetarët shqiptar po e tregojnë me këtë protestë që zgjat prej 50 e sa ditësh çdo ditë, çdo mbrëmje dhe me protestat që bëhen për parlamentit që nuk pranojnë të ulin kurizin
dhe të lejojnë të dhunohen në vendin e tyre, por duan të jetojnë me dinjitet në vendin e tyre, dhe deputetët e Partisë Demokratike dhe të opozitës e kanë treguar që nuk do lejojnë që të trajtojnë në këtë mënyrë, sepse ata përfaqësojnë jo vetëm veten e tyre, por përfaqësojnë 530.000 vota. Dhe ndaj sa herë të shkelet kushtetuta, ligjet e këtij vendi, rregullorja e Parlamentit Republikës së Shqipërisë, aq herë deputetët e Partisë Demokratike dhe të opozitës do të bëjnë qëndresën e tyre në parlament dhe nuk do lejojnë që kjo gjë të ndodhi. Është kaq e thjeshtë. Ka shkelës, ka dhe ata që mbrojnë kushtetutën dhe ligjet e këtij vendi.